mërzit që s'm kam pa në herë në jetën e vetë. Vetëm për atë pra si dhe gjajti. Asë si dhe gjajti. S'mi intereson, asë më shef njëri, asë publiku, asë gjë. Veç shtëpisë time, kur më shofit mërzit që s'ka në herë në jetën time të më shofit, se s'ka ku me më pa, se unë si le me më pa. Edhe një njeri që ndikon drejt për drejt, ki gjëndë ime emocionale këtu mrena jetë ti. Asë gjë tjetë, nuk më intereson se zje me Rogertin, se zje me mirë, kam lef, mund të acarohë me, të të shfryë me. Po nuk është e njëjta gjë kur mërzite me ty. Patjetër, edhe mu më vjen keq, në qofë se për shembull ata të shohin ty të mërzitur shka ku jam, dhe realisht... Dhe ju e lësa te thash, më dhënë barku, thash, që të thoja, zdoj me dhënë material, më dhënë barku, thash. Realisht, unë adin ju kërkojnë ndjesë dhe familjarëve tu që të shohin këtë gjendje shka ku jam, edhe unë jam një keq shumë herë këtu shka ku jët, edhe mu këtu, dhe më thonë, humorin tam ma ndryshëm veç raporti jonë, që fse unë jam keq me ty normal që njëhem keq, edhe nuk du mja ditë për kërkon këtu mrena. Kështu që thjesht ma le këtë hapësirën tem, edhe thjesht ma le që ta hjek unë këtë gjë, po kupton, pa më vu mu, jo ja kështu, ja, ne, ja, po kupton. Po duhet kuptoshin që ose ti kërkon këtë hapësirë, unë maksimumi do të them mirë mjes, bof mirë, ose nuk e di qa, mos më gjyko, në qofë se nuk të afrohem ashtu si menon ti, se thash, në qofë se të afrohem, edhe mu më ignoron, unë një ma keq akome. Se kjo që është e kuzimin e që ti kujton, ky s'do me ditë, jo me jo, unë kur ignoron, mu aty vjet plasja. Vjen plasja. Si thash, si shpaqet për solla ke dera. Pavarësisht dje gjitha, si ke punën intervistës, si ke punën intervistës, thash ti le me janë, thash se do iki, do knaqet, ta uroj, ta përqafoj, ti thënë bofshjen knaqur,